Allahu Đeleshanu, o vëllezër, Allahu Đeleshanu kur e ka kriju Ademin a.s. se ka kriju një Adem ditin, po ja ka kriju Havën. Edhe u ka shtu ki milet, ki popull. Mirë po, fatkeqësia më e madhe në botë ose ka njerëz në botë që janë të sëmur, kritë mirat Zoti va ka dhënë janë të sëmur, edhe mundohen ko pas kohe me mbjell diçka të njerëzimit që nuk ka normale. Edhe me e keq janë kur mundohen të bëjnë normale. Më thonë tash një piktor atje, një vajsisht, unë u mërzita shumë. Allah e ka dhënë mundësin, ka studiu, është shkollu, në vend se të pikturon diçka të historisë tonë, problemeve tona, të mërzijave tona, se në përmet pikturës ti dush me të regu diçka. Aja ka shku i ka vizatu, i ka pikturu atje dy meshkuj, me plisa, me tirqi, më falë nëse shumë mërzitna kur thasë për këtë temë, edhe duku përqafu, dhe më thonë si në atë aspektin negativ. Normale, unë me ti, normale me bon zina, me bon mardhanje intime, buri me buri. Qashtu i ka pikturu. Po ti, a i të zonë që ma pak gjuna, po ti bani be ato nëse do me hinë gjenem. Se njëri si hinë gjenem, kështu hinë, s'ka brina gjenemi për me hinë gjenem. Qka dush me bo me hinë gjenem? Kështu ti qka kundra Zotit. Bani be një ti vetë mërë ku e di ju, dhe një që me vite këtë dënjoje e dim që aj qashtua. Ama ta shive, kjo piktur, qka të regon? Ta shanë fejnë, ta nënshmon fejnë, ta nënshmon kambin, ta nënshmon familjen, edhe ta nënshmon historinë. Do më thonë e piktur nuk e rastit, do më thonë ne që ato tirqit në korpë, e si o mërmenja që aj me tirqi, që shqiptari me kësu të bare me tirqi, a na mërmenja neve që bashkë me qatë pun ishtë mara. Jo, Allah, me tirë që i ka hirë bume në të majtë, një të thika këtu në djatë, si ato të indianëve të mdoja, një armë, jo treja, se armë e re nuk i ka hirë, pak që të matë vetrat, një kubure, unë e qëtu e mendoj njërin me tirë që, edhe qefinin këtu. E ki pa qallin për para, në shqiptartë, kur e kina majtë atë, shalin, pse kena majtë? A qefinin e thot, qefinin me vete, se ko luftrash, ko problemesh. Thot, unë nëse vdes, qefinin këtu e keni, s'ka nevoj me shku me ble. E tash kjo, parlamente, e përdhos këtë histori, këtë korpe e ufë. Ama i kena do njerëzin e që tash gjenetit i thonë parajs, që ka fatkecia. Emnat i kena ndru, nuk i dash të marabisht se zban, e rusisht ban, italisht ban, greqisht ban. Do më thonë, qëllimi s'ka qenë se në s'du me qenë arab, po nuk du me qenë musliman. Edhe pastaj kur vere dhe një pandemi, dhe një virus që këtë në habite, në ka ndohë. Po në ka ndohë se haramin e bëj njerëzit parasive në këtë film shofim. Që është po thamë unë me marë shpatën, edhe me dalë me shpata, ma duhet me folë. Nëse nuk mundi me asë gjanë me po, duhet me folë. Folë një fmive, që të zveçdive, që të trive. Si ka marë dita që edhe në liber ka me ledzu, që normal janë. E ki po që ka kërkojnë këta? Ta kërkojnë mësë me thamë babës babë, prindi nëmër 1, nanës prindi nëmër 2, që mësë të egziston babë nanë. Interesant e, nëse analizon, vallahi, shejtani nuk di kështu me mendu se sa mendojnë këta. Këta në shejtanit e kanë shku. Që shejtani, deri shtaj, më që s'ka ndohë, s'ka dit me rendi ka, më që këta, shumë zotive kanë dalë, e këta pare marin. Këta pare marin edhe atë shumë marin pare. Se din më akuzu ata, jo me mekra me një pare, jo që fali me një pare, jo
që mbulohemi një pare, e ju tash, qka bëjni? Mëse bëjni ju, përveç kështu, ju parët i mirëni. Ju parët i mirëni. Ju kam tek dikujt, s'ka kujt që kanë parët, si ka njërës në botë që kanë miljarda. Fëmijë, s'ka? Një deceni ka që aty diri gjarë për të shpijeru, një mas vogël dhe një mitë madhë. Me që se filosofia, mirët edhe thot 1 miliard për LGBT, 1 miliard tje. Edhe ato, jo me flamula, për dhe salta kanë me ban. Edhe njeri kuna fukara. Edhe neve s'ta ka hjeve në fukara, dhe mi të qajt Evropa, s'na pranon Amerika. Mos me dëni që në Amerikë këtë kështu ja. Në Amerikë mundi me ka një 10 vetë. Edhe në Evropë, ja, pash me ndoni që kitë jana. Po jo, bësë ato fabrikat e Evropë, kush e ma, ato ushtrinë, dënjan, kush e mba? Kush e odhejës dënjan? Me kanë ato kështon, kretë, në shkatru dënjan. Ata pak janë. Ama neve në duke që u knaqën, se kështu ka thonë, për në shtamë, ka marë dita, ata kanë me hinë, e kumë përmejnë këta ditë, në kështu, se ma shqip s'ti, si ta thamë, në birën e hardhucës, edhe ne kina me shku dhe ne u shkub. Ku ka shkuaj? Qati, edhe unë të shku, veç shkuaj edhe unë shku. Halal, haram, mirë, s'mi të resat. Ku të shkuaj edhe unë? A shumë herë kina përmejnë. Po kanë vetë mira këta. Pëse s'bëmi të shkollum, si ata përshemë. Në duhet me mi mort mirat e kitë dënjons, kines, indian, gjerman, rusa, amerikan, mervat mirat. Atë ligat në dëgjoje, që ka po thotë, në dëgjoje, ta spjegonë, edhe ty, nëso e mirë, në gjepë, nëso e keqe, korba, kina korba, se do të qeshiltat mroja që kina. Ne, s'kina shumë pare me bo shumë gjubre. Bele me lafe, që i dëgjojni punë pa lidhe, mush një korë për mirë. Ama ne qka bajmë, ato të këcijat këtë në gjepë, ato të mirat në korë. Të ndërshë vëzër, Allahu subhanu wa ta'ala, popullin e lutit, popullin që quhet Sedum, ose Sudum, e ka dënu kreti ka shkatru. Si? Me gorë. E ka dënu me gur. Edhe ka hiki popull në histori. Sa Allahu dhe leshanu hu, vë ka dërgu pejgamberin Lut, mi i thirë fej, të pendohen, ata s'janë pendu, e kanë vazhdu. Edhe i ka dënu me gur dhe i ka shkatru, edhe kjo historia unë brenda Kur'anit. Nëse doni ju, ma mirë, se s'pa ta ko, ma gjërësisht të spjegoj, sa është mirë me lexu për këtë çështje. është mirë me lexu, me interesu, me punu, të gjithë, pa marrë parasysh ku jeni. Po sa zërish fëmijëve të vegjël. Tash fëmijët 5-6 vjet, s'keni çka i lodhni me këtë punë. Ama fëmijët 15 vjet, si të hinë pubertet, mare, turp, unë s'mu, si dive, para mendojeve me të ardë djalli ati, kilimili, thotë une, s'du mu martu, une një gjema një burë, me të thonë. A mund është me para menduar? Që të ka ardë djalli, ka po 7-18 vjet, ti do me mërdo i thotë, ja, babi, une, në atë stilin, e sa ato një farë stili e kanë, një farë stili, se edhe se njerin ato të nejtë, në vend se mu marë me punë të tona, hame qka duhet mu marë tash? E inshallah nuk në ndodhë. Ama ju, unë e mendoj që qaq bura jeni, qaq muslimane, qaq shqiptara, boshnjaka, turk, qka jeni? Qka do që jeni? Nuk në ka hijeneve. Pasha Allahin. Jo ves neve si musliman. As katolikve shqiptara, as ortodoksve shqiptara, as njonin të botë nuk i ka hijen. Se dhe harami ka regula. Edhe mëkati ka regula. Se ka mëkat që falet. Ama ka mëkat që në asë një mënirë nuk falet. Për qatë punoni me vajzat me djemt, nesër, jo veç kundra kësaj dhe kundra zinas. Ama nesër e shef djalin tant me një vajzë, ti si haram, ama e ka... Po me e po djalin me një djal. Nuk ka njësoj. Nuk ka njësoj, haram jo ma i math. Haram jo ma i math, ama lene sa ata dhe ne kina mu dënu.
A e lusë Allahun, inshallah, nuk na shkatron. Se nuk i dijet. Allahu janë thot, kun fejkun, bëhët dhe bëhët. Edhe kina muhabit se qka të ndodhë. A mos kina me pas kohë, ndoshta dhe me u pendu. Inshallah, Allahu na uzon. Edhe të gjithë së bashku në xhenet në shamë. Selamu alaikum wa rahmatullahi.